Lajmi i trisht nga bota e artit, koreografi i njohur Lezhjan Gazmend Golemi është ndarë nga jeta në moshën 63 vjeçare. Lajmin për ndarjen nga jeta e ka dhënë djali i Gazmend Golemit përmes një postimi në rrjetet sociale. Ai bën me dije se babai i tij u nda nga jeta në spitalin e Firenzes Itali pas një sëmundjeje të rëndë. Gazmend Golemi është një ndër koreografët më të njohur të muzikës popullore shqiptare. Ai u ngjit për herë të parë në skenë në moshën 60 vjeçare e që prej asaj kohe, koreografia u bë pjesë e pandashme e jetës së tij, duke nxjerrë 10 grupe vallëtarësh që janë vlerësuar me çmime brenda dhe jashtë vendit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.